Zhvillime, Gjermania nuk do të largohet nga Kosova të paktën jo këtë vit. Bundestagu në Berlin vendosi që misioni Bundeswehrit, si pjesë e forcës ndërkombëtare të KFOR-it, të vazhdojë edhe për 12 muaj të tjerë me 391 vota pro, 189 kundër dhe vetëm 2 abstenim, u miratuan zgjatja e mandatit. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor nuk duhet reduktuar vetëm në çështje sigurie, tha deputeti konservator Johannes Volkmann i CDU-CSU, i cili merrte fjalën për herë të parë në parlament. Volkmann nipi kancelarit të njohur gjerman Helmut Kohl, i cili në 90-ën udhëhoqi ribashkimin historik të Gjermanisë, kërkoi një qasje më të guximshme ndaj Kosovës. Si mund të ndihen brezat e rinj të Kosovës kur ende nuk është realizuar premtimi për integrimin në Bashkimin Evropian që u dha në Selanik në 2003? Ai u bëri thirrje Bashkimit Evropian që më në fund të njohë Kosovën plotësisht dhe të pranoj në Këshillin e Europës. Përfaqësuesi së djathtës së skajshme AFD, partia më e madhe opozitare në Bundestag, hodhi poshtë të gjithë logjikën e misionit në Kosovë. Ky nuk është konflikti ynë, ky mision nuk ka sjellë asgjë konkrete. Me ato para mund të ushqenim fëmijët e uritur në Yemen dhe Sudan, tha ai. Një tjetër zë kritike erdhi nga e Majta, ku deputetja e quajti misionin e KFOR-it një zgjedhje të konfliktit të ngrirë ushtarak pa perspektivë. Kosova është ende një nga vendet më të varfra në Europë. Nuk kemi nevojë për më shumë trupa, por për shkolla, spitale dhe vende pune. Nga qendra e spektrit politik, SPD dhe të gjelbrit e mbrojtën vendimin për zgjatjen e mandatit. Ushtarët tanë ndihmojnë në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe multietnike, tha ministrja Nancy Faeser. Nga të gjelbrit e quajti KFOR-in spirancë stabiliteti dhe paralajmëroi: nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen, Europa duhet të jetë e gatshme të marrë përgjegjësi, ndryshe vakumi do të mbushet nga aktor autoritar, duke u referuar Rusisë dhe Kinës. Në dokument theksohet se prania e KFOR-it në Kosovë është ende domosdoshme për shkak të tensioneve të vazhdueshme në pjesën veriore të vendit, sidomos pas përleshjeve të dhunshme në Zveçan dhe sulmit të armatosur në Banjsk. KFOR-i shihet si garantues i sigurisë nga të dyja komunitetet, shumica shqiptare dhe pakica serbe. Qeveria gjermane konsideron angazhimin në Ballkanin Perëndimor si prioritet të sigurisë kombëtare dhe europiane, duke parë rajonin si një zonë strategjike me ndikim të drejtë për stabilitetin e Bashkimit Evropian. Gjermania do të kontribuojë me personel në shtabin e KFOR-it, në forcat shumëkombëshe të zbulimit, në mbështetjen logjistike dhe me një kompani gjermane të gatshme për ndërhyrje. Për vitet 2025-2026 janë parashikuar shpenzime shtesë për rreth 38.9 milion euro për këtë mision. Përveç KFOR-it, Gjermania vazhdon të mbështesë Kosovën edhe përmes misionit këshillues të NATO-s, misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, ose BES-um, Nikut dhe dhomave të specializuar në Hag. Ndërkohë që mbështetje ka edhe për kushtimin e Kosovës drejt antarësimit në institucionet euroatlantike, në zhvillimin demokratik, ekonomik dhe social. Prej vitit 99, Gjermania ka dhënë mbi 880 milion euro ndihmë për Kosovën, duke financuar projekte në energji, menaxhimin e mbetjeve, arsim profesional dhe zhvillim të qëndrueshëm. Ndërkohë që ushtarët gjerman në kuadër të KFOR-it janë 400 deri tani dhe ata mund të angazhohen sërish në Kosovë, detyra e tyre është të kontribuojnë në ruajtjen e sigurisë, rendit publik dhe në përpjekjen për të ndërtuar një shtet të qëndrueshëm demokratik dhe multietnik.